Partitë opozitare shqiptare vazhdojnë të akuzojnë qeverinë në përgjithësi e Vlenin në veçanti se shqiptarët po diskriminohen gjatë punësimeve në sektorin publik. Sipas BDI-s, shqiptarët diskriminohen edhe në drejtues shqiptar. Këtë herë, ata kanë përmendur qendrën për menaxhim me kriza ku, siç thonë integristët, në konkursin e fundit janë pranuar 12 maqedonase dhe vetëm 3 shqiptar në një institucion që udhëhiqet nga një drejtor me përkatësi shqiptare, por theksojnë nga BDI është në shërbim të politikave të VMRO-DPMNE-s. Kjo situatë është alarmante dhe e papranueshme. Për shqiptarët nuk ka asnjë kuptim nëse një drejtues është shqiptar në emër, por jo në vepra, duke diskriminuar shqiptarët dhe duke shkelur barazin. Kur menaxhimi është thjesht zbukurim etnik për të mbuluar dominimin sistematik të një etnie në institucione, atëherë kemi të bëjmë me shërbim ndaj padronit dhe jo ndaj interesit publik apo barazisë etnike. Të njëjtën akuzë, por për institucion të ndryshëm, kanë bërë edhe nga Alianca për Shqiptarët e Arben Taravarit. Sipas tyre, Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënien Ndëretnike, e udhëhequr nga Ivan Stolković, i fshin shqiptarët nga grantet, ndërsa akuzojnë Vlenin se po heq sikur bashkëfajtor. Madje, ata kanë përmendur edhe ish-kryetarin e tyre, gjithsesi zëvendëskryeministin Arben Fetaj, për të cilin thonë se ka shpallur një shoqat nga vendlinja e tij si përfituese të grantit qeveritar. I bëjmë thirrje publike zotëri Fetaj që të sqaroj këtë veprim të dyshimt, sepse transparenca selektive nuk është progres, është manipulim dhe përdorim politik i pozitës për interesat të ngushta, thonë nga ASH. Aleanca për Shqiptarët shpreh shqetësim serioz për mënyrën diskriminuese të ndarjes së granteve nga Ministria për Sistem Politik dhe Marrëdhënie Ndëretnike, e udhëhequr nga lideri serb Ivan Stolković. Në listën e publikuar në gazetën zyrtare numër 121 më 17 qershor, vërehet një qasje e hapur favorizuese ndaj shoqatave të komunitetit serb dhe marginalizues ndaj organizatave shqiptare, me vetëm 3 projekte të përzgjedhura për shqiptarët, krahasuar me 5 për shoqatat serbe dhe disa të tjera për komunitete jo shumicë. E këtyreve të fundit ju është përgjigjur zëvendëskryeministri Izet Mexhiti. Për t'i sqaruar të gjitha këtë çështje dhe të del e vërteta në pa, Mexhiti kërkon debat publik ku sipas tij të flasin me fakte dhe jo me vlerësime paushale. Le të urnojnë këta zotëri të debatojmë konkretisht me argumente, kur ata kanë pas numra në favor të tyre, kur qeveria është varur çdo ditë nga numrat e deputetëve shqiptar, ato kanë hap kazino, ato kanë hap kredi të shpejta, ato kanë arrit partneritet në korrupsion, por nuk kanë fituar shqiptarët. Unë i ftoj pra që dalim në debat publik me argumente konkrete për të bërë krahasime, por me argumente jo me vlerësime paushale. Kujtojmë se akuza dhe kundërakuza vijojnë çdo ditë nga partitë shqiptare, ku temë kryesore është punësimi i shqiptarëve, të cilët me numra dhe shifra konkrete shpalosin për institucione të ndryshme se sa personat e etnitetit shqiptar fitojnë të drejtën e punës.